Një 25 vjeçar është arrestuar pasi ka mashtruar disa persona duke dërguar mesazhe në emër të një institucioni bankar të nivelit të dytë, ku kërkoi përditësimin të dhënave bankare nëpërmjet klikimit të një linku mashtrues që imitonte faqen zyrtare të institucionit financiar. Operacioni u zhvillua pas identifikimit të një fushate mashtruese të tipit smishing, ku si pasojë e kësaj skeme kriminale disa qytetarë kanë dhënë të dhënat e tyre bankare duke u bërë viktimë mashtrimit. Sipas hetimit të policisë, u bë i mundur identifikimi dhe ndalimi i autorit të dyshuar të kësaj skeme, 25 vjeçarit me iniciale IK me nënshtetësi holandeze, si dhe u shpall në kërkim shtetasi me iniciale AR, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari. Ndërkohë materialet procedurale ju referuan prokurorisë për vepra penale mashtrimi kompjuterik dhe falsifikimi kompjuterik. Policia e shtetit apelon për qytetarët që të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve apo linqeve të dyshimta që kërkojnë të dhëna personale ose bankare. Asnjë institucion bankar nuk kërkon përditësim të të dhënave sensitive nëpërmjet SMS-ve ose linqeve të dërguara në telefon. Policia u bën thirrje qytetarëve që për çdo rast të raportojnë menjëherë në policinë e shtetit ose pranë institucionit të tyre bankar.